Ka rrezik që çmimet në vend të rriten, por qeveria çdo ditë po e ndjek situatën në lindjen e mesme dhe do të reagojë nëse ka pasoja, deklaroi ministri i Ekonomisë Besar Durmishi. Ai po se analizat ndërkombëtare tregojnë se çmimet ende janë stabile. Постои ваков ризик да може да се зголемуваат цените. Секојдневно ја мониторираме ситуацијата. Ние како Министерство за економија и труд, работиме во насока да имаме стабилен пазар, да ги заштитиме правата на работниците, да го помагаме стопанството, а во делот на владата, ако се случува да предизвика вакви ризици, ќе бидеме таму transparentno që doneseme odluki koji Qeveria pret që konflikti në lindjen e mesme të përfundojë shpejt dhe shpreson se vendi nuk e pret një krizë tjetër dhe një tronditje inflacioni. Ministria e Financave Koçovska dje deklaroi se nëse ministritë e tjera kërkojnë, qeveria do të vendosë nëse do të shpallet gjendje krize. На дневна основа се следи, ќе видиме какви ќе бидат состојбите понатаму. Знаете ви во самите закони има предвидено во кои услови и кога може да има одредени промени, така што ќе видиме како ќе се одвива состојбата, соодветно на тоа ќе реагираме. Nga Ministria e Energjetikës thanë se në rast se do të ketë mungesë në furnizim, rezervat vendore të naftës janë stabile dhe do të përdoren me vendim të qeverisë për shpalljen e krizës energjetike. Në rast të shpalljes së gjendjes së krizës, qeveria ka në dispozicion disa mekanizma. Agjencia për rezervat e naftës ka obligim ligjor të sigurojë sasi për funksionim të pandërprerë të ekonomisë për 60 deri në 90 ditë. Ministria e Financave mund të ulë akcizën për karburantet deri në 4 denar ose TVSH-n për importin e energjencave nga 18 në 10%. Gjithashtu mund të merren masa si për mbrojtjen e qytetarëve nga çmimet e larta, po ashtu edhe për bizneset e prekura.